Kolegji ynë ka nxjerrë nga bankat e veta individ të formuar, të gatshëm për të ndërmarrë udhën drejt sukseseve të mëdha, dhe jo të pak janë ata që kanë arritur të kapin maja të larta. I kujtoj me nostalgjia ta nxënës, krenarinë e shkollës sonë. Sonte, dy prej tyre, pikërisht Ersida Buraniqi dhe Elson Bajrakurtaj, do të përcjellin urimet e tyre nëpërmjet mesazheve, të ndjekur më pas nga Selma Bekteshi dhe Sibel Derguti me këngën Shpirtin ma rrëmben. Pranverë e vitit 2004. Aty studiojnë më të mirët. Më drejtohet mësuesi i historisë së shkollës Skanderbeg, Petrit Kraja. Edhe ca ditë ishte provimi i hyrjes së kolegjit turk Hasan Riza Pasha. Unë, pavarësisht dëshirës të bëhesha pjesë e një prej institucioneve më të denja arsimore në Shqipëri, duke menduar që do jetë një ngarkesë ekonomike për prindrit e mi, ndërkohë që po shkollonin edhe 2 fëmijë të tjerë, nuk e kisha programuar si alternativë. Me motivim me dashuri nga familja ime, pa u përgatitur ditë më përpara hy në provimin për zgjedhës. Ditën e rezultateve mbaj mend 2 momente. I mbaj mend aq mirë. Vëllan tim me gazetën e rezultateve në dorë e një buzëqeshje aq të dukshme, ke i fituar, më thotë. Ishte një gjysmë bursë. Vështrimi kalon si pa kuptuar drejt babait e nënësime që më thonë ti gjysmën e ne gjysmën tjetër. Doja dalim së bashku. Aty filloi çdo gjë. Vitet në vijim, tashmë me një bursë të plotë, arritën si pa kuptuar në verën e vitit 2008. Në një skenë si ju sot, duke marrë një diplomë, duke pasur në kokë një kapele që simbolizonte dije e sakrificë. Në pamundësi për të qenë mes jush sot, edhe pse me dëshirë të madhe, jam e nderuar të mbaj këtë fjalim. Nuk do flas për suksesin apo arritjet. Është gjithmonë më e bukur të flasësh për ngjitjen e malit se sa për majat. Kur në dorë mora diplomën e kolegjit Hasan Riza Pasha, isha e lumtur për diplomën, mirënjohëse ndaj institucionit dhe jo vetëm e krenare për krenarin në sytë e prindërve të mi. Sot, pas 6 vitesh e diplomuar nga kjo shkollë, dua të ndaj me ju ca kujtime. Falënderime të sinqerta e këshilla me shpresën që të bëhen inspirim. Si pjesëtare e artit dhe shkencës së mjekësisë, kam pasur fatin të shohe të bëhem pjesë e institucioneve të dijes më në zë të botës. Por sa shumë më mungojnë ato mure të kolegjit, ai shpirt mirëdashje si çdo pjesëtari të këtij institucioni. Ajo kohë e kaluar gjithmonë në aktivitet, stresi minimal e gazndjedhës i ca provimeve që përcaktonin një notë disa javorëshe. Ajo zile e shkollës që e ndërruam disa herë derisa arritëm në atë që ishte maj amël tingull. E ajo uniform, po, ajo uniform, në ambulonte diferencat e tjera e në nxirrte në pah veç shpirtin. E nëse nuk ndjeheni kështu sot, mos u shqetësoni, jo as pak. Është të thënë të kuptohen pasi do ndërmerrni ullët tuaja nga aty. Mos keni frikë të rrezikoni. Asnjëherë, suksesin e vërtet do e kuptoni veç atëherë kur do ngriheni nga dështimet. Do u thonë, nuk jeni të denjë për majat se nuk vini nga majat të ngjashme.
Tregojuni që keni synuar gjithmonë për to, e i doni më shumë sa askush tjetër. Do dëshironi ndoshta një arsimim jashtë vendit, e në fillim do harroni për ca momente suksesin në vendin tuaj, duke u lodhur e duke studiuar fort për të filluar nga e para. Do hyni në leksionin e parë në gjuhë të huaj që keni menduar se e dini aq mirë, do dilni ndoshta pa kuptuar gjë, e do telefononi motrën tuaj për të ndarë momentin ashtu siç bëra unë, por do qëndroni në bibliotek deri orët e vona. Do studioni me pasion e pas shumë sakrificash. Do merrni kënaqësi kur të nominoheni për çmimin e suksesit ndër 400 studenta të fakultetit të mjekësisë. Do dini të thoni jo kënaqësive të ditës nga një herë, se keni për të pasur shumë mundësi për të thënë po më pas. Sa që ato jote vjetra do i harroni kaq shpejt. Të dini të krijoni prioritete në jetë, është e vetmja mënyrë të bëni gjithmonë më të mirën se më e mira juaj. Ju maturant sot, urimet matë për zemërta për diplomimin. Paçi krah të fort për të fluturuar sa më lart në ato vende ku do mund të shihni se bota është e bukur, por vetëm kur të gjithë bashk do besojmë e punojmë në bukuri e paqe. Ty, kolegji turk Hasan Riza Pasha të uroj 10 vjetorin që jetove duke dhënë dije, duke gërmuar për krijimin e shpirtrave të pastër, e duke stimuluar aktivitete konkurrencë për më të mirën e më të mirëve. Paq ditë sa më të bukura e të mbushura me krenari. Më e rëndësishme se ku drejtohesh është të dish e të duash nga vjen. E për këtë dua të ndalem e dëshiroj që edhe ju të ndaleni me mua për të falenderuar ato që ishin gjithmonë aty pavarësisht çdo gjëje. Kam studiuar se e kam dashur gjithmonë dijen, por kam pasur fatin e bekimin të jem pjesë e një familje që sa herë vjen koha për t'i falenderuar, kam një ndjenjë të mallet hesht nga dëshira për të thënë shumë. E di që sot prindrit dhe vëlla im janë aty dhe po e dëgjojnë këtë. Duke përfshirë edhe motrën time sot jo aty në publik, duhet ju falenderoj për çdo sakrificë që pavarësisht emrit ju e bëni me kaq dashuri e përkushtim. Për çdo mur në jetën time që ma kthyet në drejtare, për motivimin e besimin që po, ti mund të studiosh mjeksi në Stamboll, të bësh kërkime shkencore në Amerikë, e të ulesh në bibliotekën e shkollës së mjekësisë Harvard. Jam sot këtu, sepse ju jeni gjithmonë aty në jetën time. Të falenderojmë familjen, timen dhe tuajat, se janë aty për të buzëqeshur dhe ndrit kur qeshim, qajmë, rëzohemi apo si sot, përfundojmë kapitullin e një libri që pret të shkruhet. E pra, merrni penën me të fort, dilni e kërkojeni aty jashtë, aty me më shumë ngjyra për të shkruar historinë e një individi që mori një rrugë pak të udhëtuar. Por e gjitha kjo bëri ndryshimin. Unë isha aty. Përzemërsisht, sevgiler ve saygılar, ish kolegjiste, matura 2008. Përshëndetje gjithëve, me lejonet ja filloj me urime dhe përgëzime për maturantët që po i afroni përmbushjes një etape tepër të rëndësishme të jetës suaj dhe suksese të mëtejshme në një etapë po kaq të rëndësishme që ju pret në bankat e universiteteve.
Doja të falenderoja drejtorin, zotin Ahmet Yilmaz, për ftesën që më bëri që ndaj me ju këtë video mesazh, të cilën në fakt e pranova me shumë kënaqësi dhe me shumë krenari si një ish maturant i kolegjit Hasan Reza Pasha. Unë përpara se të filloj, let ju rikurtoj që unë me ju në fakt me disa nga ju ndava pata kënaqësinë që të darkoja në Shkodër dhe ju falenderoj për ftesën dhe për kohën, besoj ja kaluam mirë. Ja kalu maq mirë sa patëm kohë edhe për Barsaleta, por tani e kam kohën shumë të limituar dhe nuk do kemi kohë për të tilla, kështu që të shkojmë direkt në temë pa humbur kohë. Atëherë unë jam Elson Bayrakurtaj, jam maturant i vitit 2005 të kolegjit Hasan Reza Pasha. Kam vazhduar studimet e larta për inxhinierinë ndërtimit në 2005 në Londër tek East London University. Pastaj jam specializuar për inxhinieri të avancuar në projektim tek Imperial College London. Kam vazhduar të jetoj dhe të punoj në Londër, kam punuar për disa kompani të ndryshme, për konsulenca të ndryshme me veprimtari në vende të ndryshme të botës. Jam përfshirë në projekte internacionale, kuptohet në Britaninë e Madhe, kam bërë disa projekte, kam urash në Dubai, jam përfshirë në një projekt industrial në Rusi, një projekt për çpimin dhe rafinimin e naftës. Tani për momentin jam inxhinier drejtues në fushën e elektroenergjetikës. Kam dhe një rol të jashtëm, në fakt jam këshilltar i jashtëm i ministrit të jashtëm të Shqipërisë për marrëdhëniet bilaterale Shqipëri-Britani e Madhe. Atëherë këshilla ime për ju, në fakt është më shumë një këshill teknike se çdo gjë tjetër, një këshill që vjen nga eksperjenca personale. Është thjesht të keni të lejoni veten që të keni disa opsione, disa zgjedhje për universitete, disa zgjedhje për deg, disa zgjedhje për vendet ku ju mendoni që do studioni dhe do jetoni. Mos bëni gabim, besoj unë, mos bëni gabim që ta lini vetëm me një alternativë, sepse disa gjëra nuk janë në dorën tonë dhe edhe pse ne jemi njerëz shumë optimistë si natyrë, është mirë që të kemi një opsion, një plan B ose një plan C, që nëse plani A nuk punon, të paktën të kemi edhe mundësi të tjera. Edhe kjo s'do të thotë që plani A dhe B dhe C të jenë plane të këqija, por ato mund të jenë plane po aq të mira në fakt. Kështu që jepni, e di që 4 vite, 3 vite se sa e keni ju tani sistemin ju kanë lodhur, por edhe këto pak muaj sa ju kanë mbetur janë shumë kritik dhe vazhdoni me të njëjtën energji, po me aq energji sa keni kur kërkoni profesorët që të shkoni tek multimedia për të parë filma, sepse doja vlej. Unë kaq kisha, atëherë ju me që ju thash, unë kam jetuar dhe kam studiuar në Londër si pjesëtar i familjes së madhe të kolegjeve turke dhe pikërisht të klubit të maturantëve të Hasan Reza Pashës. Unë me shumë kënaqësi do ju ofroja ndihmën time, juve që keni plan të vazhdoni studimet e larta në Britaninë e Madhe. Mos hezitoni të më kontaktoni me çfarëdo lloj pyetje që mund të keni apo kërkese, do mundohem që të bëj maksimumin t'ju ndihmoj me aq sa kam mundësi. Detajet e mia, emailin, adresën mund t'i gjeni tek drejtori, zoti Ahmet Yilmaz, i cili i ka të gjitha kontaktet e mia dhe ju lutem mos hezitoni, me gjithë kënaqësi do ju ndihmoja nëse mundet. Atëherë kaq kisha unë, suksese, mirupafshim.